Të dashur miq, po vazhdoni të shoqëroni me programin e mëngjesit sot këtu në Koavizion. Faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni me ne. Tashmë nga bisedat që i patëm dhe po ashtu dhe nga materialet e tjera, kalojmë të një bisedë tjetër e ku flasim pak më shumë për festivalin ndërkombëtar folklorik në Karadak Krisin Tupanat, i cili po rikthehet me edicionin e tij të 5 ku do të ketë valle dhe po ashtu edhe muzikë dhe kultura të ndryshme nga anë mban bota me synimin që të ruajnë traditat kulturore dhe po ashtu edhe ato autentike. Tashmë flasim me drejtorin artistik të këtij festivali, i cili është Arsem Abazi dhe të cilin tashmë kam një lidhje direkte. Zotëri Arsem, mirëmëngjesi, faleminderit shumë, është kënaqësi që të kemi. Mirëmëngjesi për gjithë të lishkuesit të Koavizionit, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni gjetë kohë, po e nisim fillimisht bisedën në lidhje me festivalin, më na tregu pak më shumë se a ka nisur organizimet dhe po ashtu se çish po shkon e gjithë puna. Festivali tashmë shënon në edicionin e 5 dhe gjithë stafi organizativ është mbledhur dhe ka bërë përgatitjet për organizimin e këtij festivali në këtë vit jubilej të 5 vjetorit të festivalit. Festivali organizohet tash 5 vjet në shumë shtete të cilat kanë marrë pjesë në festivalin tonë. Festivali jonë shtrihet në 5 komuna të Republikës Kosovës, në qytetin e Ferizajit, Gjilanit, Kamenicës, Vitis dhe vizitë kulturore në qytetin e Prizrenit. A më tregon pak edhe në lidhje me, do thotë në lidhje me ansamblet dhe po ashtu edhe me artistët nga cilat shtetet të botës do të marrin pjesë, di që ka një shumë llojshmëri të kulturave gjatë këtij festivali që do ju shoqëroj gjatë këtyre ditëve nisur nga 28 deri me 31 korrik. Në këtë edicion kemi përfshi shumë kontinente duke pasur grupe artistike nga Amerika Latine, Europa, Azia dhe Ballkani. Në këto grupe, cilat do të marrin pjesë, do të përfaqësojnë folkloren dhe traditat e tyre në festivalin Karadak Krisin Tupanat, një edicion i cili mbledh artistë nga gjithë bota për ta promovuar trashimin kulturore, shpirtërore, konkretisht vallet të ri të tokët dhe zakonet. Po besoj që në çdo mbrëmje dhe programi po ashtu ka me përfshi edhe parada folklorike dhe koncerte artistike në ambiente të hapura, siç e keni paralajmëruar edhe ju përmes rrjeteve sociale. Deri më tani a ka pasur një interesim për pjesëmarrje, duke qenë se hyrja ka më qenë falas për të gjithë ata që interesohen që të jenë aty? Ky festival tashmë edhe po mbahet për ditët e Mërgatës në të gjithë komunat e Republikës Kosovës, ku kemi bashkëpunim me komunën e Gjilanit, Ferizajit, Kamenicës dhe Vitis. Gjithë skenografia dhe apo skenat do të jenë në ambient hapur dhe do të jenë për gjithë qytetarët, të cilët kanë nevojë në këtë ditë të nxehta për kultura të ndryshme të cilat do të jenë prezente. Tregona pak në lidhje me atmosferën që realizohet aty, po besoj që është një atmosferë më e këndshme pasi që po flasim edhe në lidhje me performanca të ndryshme. Tani më dikun 50 vullnetarë të cilët janë duke punuar rreth këtij projekti për ta jetësuar në këtë festival. Ka nis punën dhe ka nis guidat, ka nis bashkëpunimet me gjithë ansamblet të cilat do të jenë prezente në Kosovë. Dhe gjithashtu gjitha komunat kanë bërë përgatitjet për mikpritjen e këtyre artistëve dhe për t'i ofruar qytetarëve çdo natë nga një koncert i cili do të jetë bashkë me këto artistë nga gjithë bota. Zotëri Arsem, megjithatë ndalemi pak edhe te motivi dhe po ashtu edhe të qëllimi i krejt festivalit, po besoj që parimisht është edhe për me njoftë kultura dhe tradita nga vendet të ndryshme të botës, po personalisht ju që kishe përshkruar edhe qëllimin e organizimit të gjithë këtij festivali. Qëllimi i këtij organizimi, këtij festivali është promovimi i Kosovës në gjitha dimenzionet e mundshme, veçmas asaj të kulturës folklorike tradicionale. Në fillimet e këtij festivali kemi pas shumë vështirësi në organizimin për arsye që shumë shtete s'kan pranuar të jenë pjesë festivalit në Kosovë, po tash kemi arritur me bind shumë shtete dhe shumë grupe të cilat bëjnë kërkesë 2 vjet, 3 vjet përpara për me qenë pjesë e festivalit Karadak Krisin Tupanat në Republikën e Kosovës. Kujtojmë se ky festival është i akredituar dhe certifikuar nga Këshilli Ndërkombëtar i Organizatave CIOF, partner zyrtar në UNESCO, që në këtë rast këtë vit kemi edhe mysafirën deri të cilën do ta shpall festivali, Suzane Kermer nga Luksemburgi, e cila
është ish përfaqësuese e Evropës Veriore në Këshillin Ndërkombëtar të Organizatave CIAF dhe zyrtare në UNESCO. Faktikisht një mënyrë shumë e mirë për me i promovu, po ashtu edhe me i rujtë faktikisht edhe trashëgimin kulturore jo vetëm të Kosovës, por për të gjitha shtetet pjesëmarrëse. Për fund, zotëri Arsim, kemi ardhur në fund të bisedës, më na tregu pak më shumë një mesazh, një ftesë për të gjithë shikuesit që në këto momente po na ndjekin, se pse duhet më ardh atje, pse duhet më u bë pjesë e këtyre performancave. Unë i ftoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që të gjejnë kohë mos të humbin këtë rast të shohin artist me renome ndërkombëtare, të njohin kulturat ndryshme botërore dhe të jenë pjesë e aktivitetit në Ferizaj me datë 28 korrekt, me 29 korrekt në Kamenic, me 30 korrekt në Gjilan dhe me 31 dhe 1 gusht në qytetin e Vitis. Unë po shpresoj shumë që gjithë shka me ju shku mirë në barë dhe po ashtu po uroj që të ketë një atmosferë si që ka pasur edhe gjatë edicioneve të kaluara dhe falenderit shumë që u lidhe drejt për drejt me ne dhe na informove pak më shumë në lidhje me festivalin ndërkombëtar. Falenderit gjithmonë për hapësirën dhe mbështetjen e folklorit dhe festivaleve të tilla nga ona e Koavizionit dhe ju mirpresim këto ditë feste në këto komuna bashkë të festojmë dhe të shohim këtë spektakël. Patjetër që po, zotëri Arsim, falenderit shumë e njëherë dhe ditë të mbarë. Ditë të mbarë dhe juve, falenderit.